Për atë që e quan farsë elektorale të 11 majit, Sali Berisha nuk trokiti vetëm në dyert e kancelarive europiane, por shqetësimin e tij ndau edhe me kryesinë e Partisë Demokratike të Brukselit, aty ku për 3 ditë radhazi vijoi takimet me përfaqësues të Partisë Popullore Europiane. Ligji çdo farse është se gjithmonë më shumë i shtohen votat diktatorit. Foli për azjesim të garës elektorale, duke ripërsëritur akuzat në adresë të kryeministrit Rama. Në këtë fushat, ai u dha të gjithë pensionistëve 100 euro dhuratë. Fali 2 ditë para zgjedhjeve mbi 200 milion gjoba dhe interesa. Prokuroi gjatë zgjedhjeve mbi 500 milion euro. Punësoi gjatë zgjedhjeve mbi 10.000 vet në qeverinë vendore dhe qendrore. Të gjitha të ndaluara me ligj. Jo vetëm krimi, por në ofensiv ndaj votës së lirë, tha se ishte edhe vetë policia e shtetit. Ditën e zgjedhjeve, një nga bashkëpunëtorët e mi i thot ambasadorit Bashkimit Evropian, ambasador thot, në filan vend janë banditës s'po lanë me votue. Ambasadori kthej thot, po më sillen policë si bandit, po lerë banditin. Gjatë qëndrimit në Bruksel, Berisha u takua edhe me eurodeputetin Andreas Schröder, njëkohësisht raportues për Shqipërinë në Bruksel, si dhe eurodeputetin Andrej Kovačev, të cilët u angazhuan të ndjekin nga afër zhvillimet në Shqipëri dhe theksuan nevojën urgjente për mbrojtjen e demokracisë.